Disa shenja të zodiakut do të përjetojnë një përmirësim të dukshëm në jetën e tyre. Gjatë kësaj periudhe është rëndësishme të qëndroni të qartë në veprime dhe të komunikoni pa ngatresa. Kujdes nga vendimet impulsive, sidomos në punë, dhe siguroni që të ruani energjitë tuaja me pushim dhe kujdes për veten. Dashi, me Marsin në shenjën tuaj, jeni gati të ndërmerrni vendime dhe të çoni përpara qëllimet tuaja. Nëse hasni pengesa, mos e lini egon tuaj t'ju ndalojë, kërkoni mbështetje nga ata që u besoni. Komunikimi mund të jetë i paqartë për të tjerët, kështu që nevojitet një shprehje e qartë, ndërsa problemet në marrëdhënie mund të shkaktojnë keqkuptime. Dita e fundit e javës do të jetë e lodhshme, prandaj siguroni që të mbani forcën lart. Ngafarja, është rëndësishme të jeni të qartë në veprimet dhe komunikimin tuaj. Keni kujdes nga luhatet e tepërta emocionale dhe vendimet impulsive, veçanërisht në punë, pasi reputacioni ose rruga juaj e karrierës mund të preken. Vendosni kufi me kolegët dhe kushtojeni kohë kujdesit për veten dhe pushimit. Peshorja, energjia e hënës së plot në shenjën tuaj nga java e kaluar vazhdon të ndikojë në ngjarje. Lidhja Mars-Neptun mund të sjellë stres dhe konfuzion, veçanërisht në marrëdhëniet romantike. Durimi dhe komunikimi i kujdesshëm janë thelbësor për të shmangur keqkuptimet. Vendosni kufi personal aty ku është e nevojshme dhe shprehni nevojat tuaja pa shumë konfrontime. Me durim dhe dashuri, do të shihni jetën tuaj të përmirësohet ndjeshëm. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.